Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut shkon këtë të diel në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Votimet për kryetar do të mbahen në 32 komuna, si dhe në qytetin e Shkupit, ndërsa në 3 qendra votimi në Shutë Orizare do të votohet për këshilltar. Të drejtë vote kanë rreth 1 milion qytetar. Të sëmurët, të pamundurit, të burgosurit dhe persona në arrest shtëpiak votojnë një ditë përpara zgjedhjeve. Ato do të monitorohen nga rreth 1500 vëzhgues ndërkombëtar. Tetova është një nga fush betejat kryesore në raundin e dytë për kryetar komune mes partive shqiptare. Kandidati AKI-s për kryetar të Tetovës, Bajram Rexhepi, përmbyll fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 2 nëntor. Ai ka paralajmëruar mobilizim të shkallës së lartë, ndërsa Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami ka zhvilluar fushatë të përbashkët në Tetovë, duke trokitur në dyert e tetovarëve. Në njoftimin e tij në Facebook, Kasami tha se qytetarët janë duke përqafuar vizionin e tyre çdo ditë më shumë dhe se më 2 nëntor do të konfirmohet fitoria e madhe. Bashkë me zëvendës kryeministrin Izet Mexhiti trokitëm derë më derë në Tetovë për të kërkuar mbështetjen për të mirën e Tetovës, për Tetovën që ecën përpara me infrastrukturë moderne, pastërti, mirëqenie dhe zhvillim, shkruan kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreth 150.000 të punësuar në sektorin privat në Kosovë pritet të përfitojnë nga rritja e pagës minimale. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti deklaroi se nga janari vitit të ardhshëm paga minimale në sektorin privat do të rritet në 425 euro, ndërsa shtoi se në korrik 2026 paga rritet në 500 euro. Krah asaj, sipas kryeministrit në detyrë, me miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026 është parashikuar dhe dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik që kanë punuar së paku 12 muaj gjatë vitit. Ndër të tjera është parashikuar dhe rritja e pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune. Për Kurtin, kjo përkthehet në rritje të ndjeshme të pagës për çdo të punësuar në sektorin publik. Për vitin 2026 është parashikuar një buxhet në vlerën prej 4 miliardë eurosh, nga të cilat 1 miliard janë të dedikuara për investime kapitale. Rritja e pensioneve në Kosovë në prag edhe të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në buxhetin e vitit 2026, qeveria Kurti parashikoi një rritje nga 120 në 150 euro, duke përfshirë rreth 200.000 pensionistë në kategori të ndryshme përfshirë, ata me aftësi të kufizuara dhe përfituesit e pensioneve familjare dhe invaliditore të punës. Kurti njoftoi dhe për rritjen me 50% të shtesave për fëmijë duke nisur nga muaji nëntor. Nga 40 euro që kanë marrë deri më sot një nën me 2 fëmijë, nga muaji i ardhshëm do të marrë 60 euro. Zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari Saj Ramush Haradinaj në intervistë për Ekonomia Online tha se takimi i presidentes Vjosa Osmani me liderët e partive politike do ta vërtetojë se askush nuk e ka shumicën. Presidentes që i mbetet që opcioni vetëm, shpallja e zgjedhjeve. Janë të pashmangshme kësaj here, gjithë duhet ta bëjmë më të mirën, po jemi. Ai nënvizoi se zgjedhjet janë të pashmangshme pasi mungon një marrëveshje edhe mes forcave opozitare. Ne kemi 52 deputet shqiptar, që në 4 më shumë se sa vetëvendosje, që i bjeni kemi realisht mundësit, por mungon një marrëveshje mes opozitës edhe nuk e kem pra shumicën, nuk e kem një mandatar që ka shumicën. Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 26 tetor, mandatari për kryeministër nga radhat e vetëvendosjes, Albin Kurti, mori vetëm 56 vota pro nga 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.